Kam një pyetje, çfarë ka deklaruar konkretisht i moshuari lidhur me, po themi, çfarë ka parë në fshatin e Vlorës? Konkretisht. Po konkretisht ai di kur ka vajtur vajza në atë kohë, domethënë sa ishte rrëmbyer, ka shkuar në fshatin Llakatun, tregon shtëpinë ku ka ndenjur, tregon personat e asaj, kush janë aty familjarët e asaj shtëpie, ça përfaqësojnë ata, jep të dhëna të plota që fëmijën e ka parë edhe vetë, e ka parë dhe në rrugët e fshatit e të tjera aty, që e di këtë ngjarje, domethënë e di thuajse i gjithë fshati, se aty janë afërsisht 400 shtëpi atje në Llakatund, dhe që këtë gjë kanë pohuar edhe dëshmitar të tjerë pasaj përveç, sepse janë pyetur edhe banor të tjerë, sidomos disa gra që janë afër me shtëpinë ku ka qenë fëmia, dhe ato e pohojnë një fakt të tillë, pohojnë madje që mbahet mend se qante shumë fëmijë, thotë, edhe ditë tëra, domethënë na prekte shpirtin që qante në atë mënyrë, dhe kjo është, këtë ka thënë faktikisht ai, dhe pastaj tregon që është marrë vajza, tregon pastaj që është marrë vajza dhe ka kaluar në Greqi. Kështu që deri këtu janë thënjet e tij, por pastaj ne kemi avancuar dhe më tej, sepse jo vetëm që kemi pyetur edhe dëshmitar të tjerë aty në fshat, po kemi pyetur konkretisht edhe vetë këta persona, domethënë që vetë fjalë që e kanë marrë fëmijën. Kanë dhënë versionin e tyre dhe këta që pretendohet se fëmia është rrëmbyer dhe është mbajtur në këtë shtëpi, pretendojnë që është fëmia i tyre, edhe e tregojnë madje edhe gocën që e kanë të tyre dhe s'ka lidhje, domethënë me Bleona Matën, dalin ca rrethana të tjera pasaj që ka nevojë të hetohen edhe brenda thënieve të tyre, por në këtë drejtim, domethënë jemi, nuk mund të themi dot më shumë, sepse kuptohet ka dhe gjëra që prishim provat pastaj në rast se do t'i bëjmë miqlis, domethënë gjitha gjërat. Avokat, cilit janë dyshimet se kush mund ta ketë kryer këtë krim, le të themi, pra rrëmbimin? Ka dyshime konkrete, sepse të marrësh një vajzë nga një fshat i thellë i Kukësit, sigurisht që duhet të kesh njerëz shumë të afër që i din lëvizjet e vajzës. Po problemi është që janë edhe këtu janë dy pista, janë ato më të rëndësishmet. Një pistë është e hakmarrjes, që vetë fisi, domethënë Mata, mund të ketë ndonjë problem aty në fshat me dikë, edhe që ata ja kanë shpërblyer në thonjza në këtë mënyrë. Si dhe pista tjetër është e një kategorie tjetër, domethënë thasha themnajave të renda, që ka të bëjë me vajzën, e kujt është apo s'është vajza e babait, domethënë të saj, apo ka baba tjetër, pra ka mjaft thashë theme në këtë drejtim, edhe për ta mbuluar gjoja këtë turp, janë hedhur në veprim edhe kanë organizuar edhe vetë pjesëtar të familjes Mata, domethënë kanë dorë në këtë rrëmbim. Pra këto dy pista janë, po jo se është e vërtet kjo që u thash unë juve, si e para si e dyta. Por këto dy pista janë që faktikisht po hetohen edhe kërkojnë hetim të thellë, sepse vajza është marrë nga halla e vet, dhe është mbajtur atje në mal nga halla e vet. Ka pastaj prova të tjera indirekte që janë të renda, edhe mos interesimi bie fjala i babait për ta kërkuar bijin e vet, por që ndron indiferent, edhe ka lënë vetëm që të merret me këtë çështje kaq vjet, 16 vjet me radhë pa u ndalur, vetëm maman e vajzës, siç është bukuria, është një fakt që flet shumë. Sikurse flet edhe fakti pastaj tjetër që
kanë qenë të lidhura këto dhe dalin lidhjet edhe me një grup kriminal aty në Kukës, madje që ka lidhje edhe me fshatin Zapot, të cilët kanë bërë dhe rrëmbime të tjera të mëparshme dhe janë gjykuar dhe janë dënuar për këto vepra penale. Dhe që mendohet që kanë dorë edhe në këtë rrëmbim. Por gjithmonë janë probleme të cilat me sa duket policia e shtetit edhe prokuroria e Kukësit ka rënë pre e ndikimit të thashethemeve, do me thënë e asaj variantit parë që unë ju thash juve e pistës së parë të hetimit, e shkakut parë, edhe gjoja që derisa është e tillë, do me thënë, edhe nuk i kanë dhënë rëndësinë e duhur, sepse vlerësojnë që mbi të gjitha që nga turpi në thonjza, se sa jeta e një njeriu, edhe se sa jeta e një familje, e një nene, edhe vetë vajzës e tjera me radhë, që janë të shenjta, edhe si do që të vi puna, kurrën e kurrës nuk shpërblehen këto me krime të tilla mizore, si që është rrëmbimi i një fëmije 5 vjeçe, edhe mbajtja penge saj dhe pastaj kush e di që kanë bërë me të më pas, apo edhe vazhdojnë të bëjnë me të nëse ajo vërtet është gjallë. Avokata, ka ndonjë argument serioz sepse Jati nuk e kërkon të bien? Po argument serioz nuk ka, ata faktikisht edhe janë ndarë, kanë zgjidhur martesën, janë divorcuar. Fillimisht nuk i kanë dhënë, domethënë, edhe spjegim njëri tjetrit, babai flas, kurse ka patur një interesim goxha pozitiv fillimisht të vjerrit saj, pra të bukuriesë dhe babait djalit gjyshit të Bleonës, i cili interesimin e ka shprehur edhe para organeve të drejtësisë, por edhe para policisë, por madje edhe në media. Më pastaj dhe ai ka shterur se çka ka ndodhur dhe me të nuk dihet, ndërsa babai ka qenë gjithkohon indiferent dhe kjo na ka çuar tek dyshimi i arsyeshëm që ai duhet të jetë pjesë e lojës i Jati dhe ai duhet të jetë pjesë e grupit strukturuar kriminal. Problemi është që çfarë veprimesh ka bërë prokuroria, ai ka marrë ajo leje gjykatës për t'i dhënë ata në një përgjim 16 derisa dhe pse se kanë bërë një gjë të tillë, edhe pse ende nuk e bëjnë një gjë të tillë, se patjetër në rrethin e personave që nuk janë pak, po janë afërsisht 6-7 persona, edhe në 6-7 persona nëse heton seriozisht se s'bën do çedoj dikush, sikur se kanë filluar çedimet edhe me dëshmit e fundit që edhe u përmenda pak më lart, dhe që domosdo do çojnë drejt së vërtetës. Ne kemi bine që do ta zbulojmë të vërtetën edhe jemi mobilizuar ashtu siç duhet dhe po punojmë siç duhet, që atë që se bën policia e shtetit dhe prokuroria do ta bëjmë vetë ne, domethënë, edhe unë si avokat i viktimës, po edhe vetë jema me rrethin e vet të njerëzve që faktikisht janë vënë tashmë në shërbim të zbulimit të vërtetës, sepse me të vërtetë është shumë e rëndë pikëlluese, është me të vërtetë tragjedi që ka ndodhur në një familje shqiptare, edhe duhet me çdo kusht t'i jepet rruga e duhur, domethënë të zbulohet e vërteta. Ku është Bleona Mata dhe të gjendet ajo, larg qoftë nëse nuk është, po të gjendet edhe të si çdo kush, se nuk sjell gjë goja, të ketë dhe ajo, domethënë ato vendi ku të prehet. Por në rast se është gjallë, atë çfarë bëhet me të? Kush është kthyer në prostitut, është luhet me tjetër gjë me të, apo çfarë ndodh domethënë me të? Apo e ka marrë dikush edhe ka ndërhyrë mbi të derisa
e ka shpërfituar deri në atë shkallë sa ajo nuk di ke ka mama, ke ka baba dhe këto ajo s'ka dhe si ti di, se ka qenë 5 vjeçe, dhe kur ti ja humbet identitetin, kur ti ja humbet emrin, se ajo emrin e ka Bleona, po ajo mase nuk e ka Bleona, edhe nga ana tjetër, ajo mundet të flasi një gjuhë huaj, s'di shqip fare tashme, po di o gjermanisht o greqisht e tjera, edhe hajde të kuptoj se ku është edhe e tjera me radhë. Pra, e vërteta duhet dali deri në fund dhe kësaj të vërtetet duhet t'i shkojmë deri në fund. Avokat, nisur nga gjithë informacionet që keni, edhe qasjen që keni në dosje, pashtu edhe, po themi, informatorët që i keni pyetur, ose edhe dëshmitarët që ju kanë dhënë ndonjë sinjal. A besoni që Bleona Mata është gjallë? Po problemi është që sipas pistave që janë ngritur edhe që edhe ne vetë domethënë i kemi ngritur dhe i kemi të qarta tani se cilit mund të jenë shkaqet. Shkaqet janë të natyrës që nuk flasin për eliminim fizik të saj, po flasin për zhdukjet të saj, për zhdukur gjurmët e saj. Dhe kjo ne na bën optimist që ajo duhet jetë gjallë.